Më 7 dhjetor të vitit 43 para erës son, Marcus Tullius Cicero, konsul romak, filozof, politikan, jurist, orator, teoricient, konstitucionalist, ekzekutohet si armik i Romës, kur kishte filluar të besonte se karriera politike ishte arritja e tij më e rëndësishme, sepse veç oratori përkryer, ai ishte edhe një prej politikanëve më të mirë të Romës. Ciceroni fitoi famë me kundërshtimin e tij ndaj Jul Cezarit, i cili kërkonte të bëhej i plot fuqishëm. Më vonë, ai denoncoi Mark Antonin që nuk riktheu Republikën pas vdekjes së Cezarit dhe kritikoi Octavianin që synonte të bëhej perandor. Ciceroni u fal nga Cezari kur ky u kthye në Rom pas fitores ndaj Pompejt, por nuk mundi t'i shpëtonte zemrimit të Mark Antonit dhe Octavianit, që ndoqën dhe vranë si armik të shtetit. Koka ju pre, duart ju gjumtuan, trupi ju nda copa-copa, shkruajnë kronikat. Veprat e Ciceronit renditën mes atyre më me ndikim në kulturën evropiane dhe ende përbëjnë një nga burimet më të rëndësishme të materialit parësor për shkrimin dhe rishikimin e historisë romake, sidomos në ditët e fundit të Republikës, kur ndodhi edhe vdekja e tij. Sipas Ciceronit, 6 gabimet që njerëzit vazhdojnë të përsërisin brez pas brezi janë: besimi se fitimi personal arrihet duke shkatëruar të tjerët, shqetësimi për gjërat që s'mund të ndryshohen, këmbëngulja se një gjë është e pamundur vetëm sepse ne nuk mund ta arrijmë, refuzimi për të vënë mënjan preferencat e parëndësishme, neglizhenca e zhvillimit dhe sqimës së mendjes, përpjekja për të detyruar të tjerët të besojnë dhe të jetojnë si ne. Më 7 dhjetor të vitit 1917, Shtetet e Bashkuara hynë në luftën e parë botërore, duke i shpallur luftë perandorisë austro-hungarese. Zyrtarisht, Shtetet e Bashkuara ishin bashkuar me këtë luftë që në prill të vitit 1917. Para kësaj, SBA kishte mbetur neutral, edhe pse ishte furnizues i rëndësishëm i Britanisë dhe fuqive të tjera aleate me materiale ushtarake. Gjatë luftës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mobilizoi mbi 4 milion personel ushtarak dhe pësoi 110.000 të vdekur, prej tyre 43.000 për shkak të epidemisë së gripit në front në Evropë. Më 7 dhjetor të vitit 1941, ndodhi një sulm i papritur ushtarak ajror nga marina perandorake japoneze, kundër marinës bazë detare të Shteteve të Bashkuara në Pearl Harbor, Hawaii. Sulmi çoi në hyrje në Shteteve të Bashkuara në luftën e dytë botërore që kishte filluar në vitin 1939. Gjatë 2 viteve të para të konfliktit global, Shtetet e Bashkuara kishin mbajtur neutralitet formal, ndërsa furnizonin Britaninë, Bashkimin Sovjetik dhe Kinën me materiale të luftës përmes ligjit të huaqiras nënshkruar më 11 mars të vitit 1941. Gjatë luftës, mbi 16 milion amerikanë shërbyen në ushtri, 290.000 u vranë në veprim, 670.000 u plagosën dhe 130.201 u zun rob, prej të cilëve 116.000 u kthyen në shtëpi pas luftës. Më 7 dhjetor të vitit 1972, astronautët Eugene Cernan, Harrison Schmitt dhe Ronald Evans ishin të fundit të cilët udhëtuan në hënë
me misionin Apollo 17. Kerman dhe Schmid zbritën në një rrugin thuajse në veri të vendit ku ishte ulur Apollo 11. Ata qëndruan në sipërfaqen e hënës 72 orë dhe më shumë se 24 orë i kaluan duke punuar jashtë sondës me të cilën kishin zbritur. Këta astronaut kryen 3 udhëtime me rovjerin hënor, duke bërë fotografi e mbledhur gur. Ata gjithashtu lanë atje edhe shumë pajisje shkencore që do të vazhdonin të dërgonin në tokë informata të ndryshme rreth hënës. Kerman dhe Schmid u nisën nga hëna më 14 dhjetor dhe para se të largoheshin, lanë atje një pllak metalike ku thuhet: "Këtu njeriu përfundoi eksplorimin e parë të hënës. Shpirti i paqes me të cilën ata erdhën, le të pasqyrohet në jetën e të gjitha qenjeve njerëzore." Pllaka metalike me këtë mbishkrim, sigurisht në anglisht, ka mbetur në sipërfaqen e hënës si e vetmja shenjë e përhershme e mbërritjes së njeriut atje. Me anien Apollo 17 mori fund edhe prodhimi i raketës Saturn 5, si dhe projekti i anijeve Apollo. Pas kësaj, hëna përsëri do të bëhet e paarritshme për njeriu, por jo për imagjinatën e tij. Më 7 dhjetor të vitit 1842, Orkestra Filarmonike e New Yorkut dha koncertin e saj të parë. E themeluar nga Uri Corelli Hill, një violinist i cili kishte trashëguar pasuri, Orkestra Filarmonike ishte një shoqatë muzikore kooperuese, ku antarët zgjidhnin dirigjentin dhe ndanin ndërmjet tyre fitime nga koncertet. Orkestra Filarmonike e New Yorkut e hapi programin e saj të parë me simfonim e 5 të Beethovenit. Filarmonia interpretoi gjithashtu uverturën e operas Oberton të Weberit, si dhe një sken nga Fidelio e Beethovenit. Sipas kritikëve të kohës, shfaqja linte për të dëshiruar. Megjithatë, Orkestra Simfonike e New Yorkut e ngriti nivelin e shfaqjeve, duke vendosur kështu një standard të hershëm për orkestrat amerikane. Sot ajo konsiderohet si një ndër orkestrat më në zë të botës. Më 7 dhjetor të vitit 1761, në Strasburg, Francë, e lindi Marie Grosholtz. Martesa me François Tussaud. Në vitin 1795, i dha saj një emër të ri, Madame Tussaud, e cila themeloi në Londër një muze me statuja prej dylli të njerëzve të njohur, të gjallët e vdekur, të mirë e të këqinj. Sot, muzeu ka degë në disa qytete kryesore të botës dhe pavione me shtatore njerëzish prej dylli. Figura e parë prej dylli që Madame Tussaud krijoi ishte ajo e Voltairit në vitin 1777. Ndër njerëz të tjerë të famshëm që Madame Tussaud modeloi në atë kohë në dyll, përfshihen edhe Jean-Jacques Rousseau dhe Benjamin Franklin. Më 7 dhjetor të vitit 1928, lindi në Filadelfia Noam Chomsky, i cili ishte gjuhëtar, filozof, shkencëtar, logjician, komentator politik dhe aktivist. Ndonjëherë i cilësuar si ati i gjuhësisë moderne, Chomsky është gjithashtu figurë e rëndësishme e filozofisë analitike. Shumicën e karrierës së tij e pati në Institutin Teknologjik në Massachusetts, ku është aktualisht profesor emeritus. Chomsky është autori i mbi 100 librave dhe intelektuali më i madh në botë, sipas një sondazhi të bërë në vitin 2005. Chomsky hodhi idenë
se fëmijët janë të programuar biologjikisht ta kuptojnë dhe ta përvetsojnë gjuhën. Teoritë e tij revolucionare bën që shumë psikologë edukimi dhe zhvillimor të rishqyrtonin metodat dhe hipotezat e tij.